Bismillahirrahmanirrahim. Falem Allahun subhanahu wa taala, ashtu siç ka madhrisë e tij, të vëmë salavat dhe selame për të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, për shokët e tij besnik dhe për gjithë ata që ndjekën rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, adhurimet janë disa lloje. Kemi adhurime që janë të zemrës, sikur niyeti, frika ndaj Zotit, shpresa, tevekuli, këta janë adhurime që i takojnë zemrës. Kemi adhurime që i takojnë gjuhës, sikur është leximi i Kuranit, përmendja e Zotit, urdhërimin e të mirë, ndalimin nga e keqja. Këta janë të adhurime që i përkasin gjuhës tonë. Kemi disa adhurime tjera që i përkasin gjymtyrës tonë. Sikur është më thonë namazi, është një ibadet që bëhet me gjymtyrët e tona. Merr abdes me gjymtyrët e tua, edhe falesh me gjymtyrët e tua. Pra janë disa adhurime që bëhen me gjymtyrë, sikur është çështja e haxhit. Pra me gjymtyra, më thonë, e adhuron Zotin subhanahu wa taala. Po në të kohë kemi disa adhurime, disa ibadete që bëhen me pasurinë tonë. Pra ka disa adhurime që na adhurojmë Zotin subhanahu wa taala përmes disa harxhimeve, përmes disa shpenzimeve që i bëmi për hir të Allahut subhanahu wa taala. Njëra për gjërave që bëhet gjatë Ramazanit është edhe zakatul fitri, të njihet sikur fitrat. Është një ndër adhurimet, një ndër specifikat e Ramazanit që i përkasin më thonë zakati i fitrit që jepet në fund të Ramazanit. Dispozita e zakatul fitrit, sipas më thonë ulemave të fikut, e ka dispozitën e vajxhibit. Pra kemi patjetër me dhënë në fund të Ramazanit nga pasuria jonë për fukarat, me nxjerr. Cila është urtësia e kësaj? Pse duhet me nxjerr diçka nga pasuria? Nga se më dhëshme me një hadith, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku tregon për urtësinë e fitrave, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitri tuhratu lis-saimi min al-lagwi war-rafath wa tu'matu lil-masakin. Ja sa më tregon urtësinë, pse më thonë është bë pjesë e sheriatit, pjesë e adhurimit, pse është bë fitrat. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi kuptimi i këtij hadithit është pastrim për agjerusin nga lëshimet gjatë agjerimit. Emi njerëz edhe adhurimet tjera kur i bëjmë kemi lëshime. Kur falim namazin e farzit, pe sunetit është pas selon me thonë 3 herë astaghfirullah. Jemi të mangët, se kemi bërë atë sa i takon Zotit subhanahu wa taala, por gjithashtu i bëhet istighfar edhe pas haxhit edhe pas adhurimeve bëhet. E forma se si bëhet fundi i agjerimit, si bëhet istighfari i kësaj, është duke dhënë zakatul fitrin. Është pastrim nga lëshimet tona që kemi bërë gjatë agjerimit. Pasi më thonë si për neve, du të përgatitet apo e plan që pa mri më thonë bajrami me nxjerr zakatul fitrin. Më e mira të mirës është, më thonë, me nxjerr duke shku të fal namazin e bajramit. Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është kjo. Por kapi sahabeve për Ibn Omerit, transmetime që këta kanë nxjerr një ditë, 2 ditë më herët. Me qëllim që me pas s'kam nori që kam me nxjerr në sofën e bajramit. Dasi më thonë, preferohet edhe para kësaj, nuk prish punë, me nxjerr zakatin e fitrit, me qëllim që më thonë, fukaraj me pas që kam me hangë me pi, më thonë, ditën e bajramit. Waki ibn Jarrahi thot në një thënie të tina, thot zakatul fitri Zoti subhanahu wa taala ka ligjësue si pastrim për lëshimet e agjerimit, sikur është më thonë sejdja e haresës gjatë namazit. Kur bëjmë një lëshim namaz, si e përmirësojmë me sejdën e haresës. Edhe më thonë edhe lëshimet që bëhen gjatë zakatul fitrit, më thonë bëhet më thonë këtë formë. Mesela tjetër më thonë, çka me nxjerr? E mira është më thonë me nxjerr ushqim. Ka që përësëm ka përnjë hadith, më thonë dhe ushqim për skamnorët. Kjo është me mira. Por ka edhe këtë ulema tjetër që thonë, edhe nëse më thonë e kërkon nevoja edhe para, formën e parave me u dhonë fukarave, ka se nëherë në një skamnorë me qenë më nevojtor për pare, se sa me pas nevojë për ushqim. Mund më thonë edhe më dhon para, po më mira është më thonë me e dhonën në formën e ushqimit. Edhe nga se kjo është përmend në hadith. Është përmend që është ushqim për
për skamnorët. Kjo është më thonë një çështje që duhet me pas parasysh para se të krihet më thonë ky muaj i bekuar. Dhe së dashur, e kam edhe një çështje që është më rëndësishme për mendën,